Pas disa ditëve me reshe shiu, më në fund në Vlorë del dielli. Fundjava e parë e dhjetorit me motë të mirë dhe me diell i ka rikthyer Vlorës gjallërinë. Dielli dhe deti vazhdojnë të mbeten dashuri të përjetshme të vlonjatëve, të cilët edhe këtë të diel e kanë kaluar me shëtitje në lungomare, disa edhe me aktivitete fizike. Shëtitje apo ecje buzdetit janë të vetmet mundësi që shumë qytetarë të Vlorës i kanë për të kaluar fundjavën, si shtregojnë edhe vetë, zgjedhin këtë rutinë çdo fundjavë pasi situata ekonomike nuk i lejon që të bëjnë më tepër. Me pensione dhe paga që marrin, mundësit për të kënaqur janë të pakta. Disa tregojnë edhe që nuk përballojnë dot asnjë kafe, sepse pensionin e harxojnë për ilaçe. Sy sigurisht i kanë nga fëmijët në emigrim, ku presin ndonjë ndihmë prej tyre për të përballuar kryesisht jetesën. Dalim këtej nga Lungomarja. Vlora është një vend, jo vend fantastik, por një vend turistik që e ka krijuar Zoti si një pikturë të vërtet. Bën shëtitje gjatë detit, ecën? Po ecim. Po diçka tjetër mund bësh për gjatë fundjavës apo si ke mundësit? Po, pleqëria bën të saj, nuk jemi aq në gjendje që të krijojmë veprime fiskulturore ndaj televizionit. Po ekonomia të lejon të dalësh, të hash diçka, të kalosh bukurave. Si kem? Tani unë kam qenë arsimtar. Edhe në kohën e komunizmit mirja 8.000 lekë, e isha me arsim të lartë. Sot marr 260.000 lekë. Tani më shumë meri atere. Kur dolla në pension mora 5.700 lekë. Tani marr 260.000 lekë. Si Adel do, dhe? Me ndihmën e të fëmijëve, po dhe fëmijët i kam pensionistë tani. Nuk janë më në gjendje që të ndihmojnë. Bëj një xhiro këtë javë për shefin tim. Sa del dielli, Vlora bëhet më e bukur, Po më e bukur bëhet, më e bukur po. Sigurisht që nga mirë të gjitha punët pa. Pse? Po kështu si është, ta që dalin këtu vetëm sa shikojnë. S'kan as mundësi Po shtesë. mundësi tjetër çka kanë. Sulen dot as të lokali, edhe dalin të marrin ajrin e detit. Po ti vetë për shumë i ke mundësi. Gjysmë i kam, po tani si vin më keq po bë. Edhe kurse ndonjëherë ka përballuar. Kursimet normale që janë të përreshme. Pensionet, Pensionet, pensionist jam. një koment për Lere, pensionet shumë të kënaqur, çfarë thua, s'ka ku të vej më. Por pavarësisht kushteve ekonomike, Vlora mbetet një bukuri e rrallë natyrore. Me qytetin bregdetar, nuk janë vetëm vlonjatët të dashuruar kryesisht me detin, klimën dhe diellin, por edhe ata të cilët vinë nga qytete të ndryshme të vendit, të cilët zgjedhin Vlorën si të pazëvendësueshme për të kaluar fundjavën. Edhe pushuesit tregojnë se Vlora mbetet një magji me të cilën nuk ngopen kur. Po ne jemi pensionista. E dalim, ne në fakt ne rrim në Fier, po ne kemi dhe një shtëpi këtu dhe vim tashti këto ditë që del mirë koha. Çdo fundjavë apo? Çdo fundjavë, unë vi se si shi, si diell, unë vi. Çfarë bën kryesisht në Vlorë që e kalon? Ja dalim shëtitje. Vetëm kaq, as diell. Po këto muzete, këto gjërat i kemi parë, i kemi shëtitur se jemi të vjetër, kështu që i kemi parë që në fillimet tona. Do të bësh diçka tjetër, një aktivitet, a lejon mundësia ndoshta? Po që se krijohet, futemi ne, aktivizohemi. Kemi pak energji akoma. Po me ekonominë e përballon do të thonë një treg tash, një Pensionista. nuk e përballon. Shiko, edhe përballojmë sepse ky ka një çik pension, se është ushtarak edhe merr një çik, na plotson ky. Agaj. Faleminderit. Çfarë të pëlqen shumë nga Vlora? Klima, deti, gjitha. Dhjetor tani, po me sa duket nuk Jesh. duket fare, Po jo, kur ka dimër ka dimër, kur ka diell kënaqet, do të thënë i kalona 2 orë është fortunë, rri brenda, del dielli e vrap. ama kur pas shiu del dielli i Vlora. Qa thua ti, është ajri pasër nga pësh mushë mushkrit plot, ne vujme që nga zemra dhe
Kjo na qetëson shumë. Çdo gjë e lidhur me diellin dhe detin. Diell, det, mali lart, çfarë thosh? Moti i mirë, deti, klima e pazëvendësueshme kanë bërë që përgjatë kësaj fundjave Vlora të jetë një ndër qytetet më të preferuara në rang vendi. Drejt qyteti bregdetar kanë bërritur me 10 pushues nga qytete të ndryshme për të kaluar fundjavën. Mes tyre nuk mungojnë sigurisht as turistët e huaj.